po shtyhet përdorimi në tërësi i kompjuterit në cloud, domethënë përdorimit të kompjuterit, po në cloud, jo që ti mjafton të kesh një input këtu, domethënë edhe të marrësh inputin nga cloudi, se nuk ka rëndësi më të kesh parametra në kompjuter, mund ta përdorësh nga telefoni. Kjo është janë pozitive, po çfarë mendimi ke ti? Unë mendimin kam që cloudi nuk është për gjithë. Do të thuash ti mund të jetë shumë kontroversiale, domethënë, si i themi në shprehin anglisht, shumë e ngatëruar, po, me drejtim të kundërt. Sepse i ka treguar njerëzve që gjërat mund të thjeshtohen, por unë mendoj që është një lapsus i industrisë. Pra një keq informim. Le ta quajmë lapsus, se kur thu lapsus keq informim, duket si diçka që është bërë pa dashje, pa qëllim. Pa dashje, po edhe gabuar. Në një formë që mund të jetë edhe instruktuar vetë nga korporatat për arsye kontrolle. Sepse njerëzit kanë humbur konceptin e të pasurit pajisje fizike, e të pasur sistemin operimit të tyre. Prandaj unë mund të them që varion të personit cili do të bëj procedurën, pra punën specifike ose procesin që ka. Kjo është. Unë nuk anoj në asnjë prej tyre, unë anoj tek pjesa profesionale si një individ që operon me mendimin tim. Bruto edhe për te fjalëve të bukura, unë mendoj që është një lidhje mes një elite okulte bashkë me korporata, bashkë me anën financiare, bashkë me shprehje që është bërë shumë e famshme në kohët e fundit që thotë you will own nothing and be happy.